ishte një person si futbolist jashtëzakonisht i famshëm, po edhe si president i një institucioni shumë të madh këtu te na, do me thonë Federatës Futbollit të Kosovës, të cilën e udhëheqi me plot sukses dhe e la në duart shumë të sigurta me pasardhësit e tij, të cilët gjithë futbollistët mbar, do me thonë jo vetëm të Kosovës, po edhe në diasporë që të lindën, kosovarë që të lindën, janë duke ecë përpara fal punës që po bëhet, është bë në krye me Fadil Vukrin edhe tash po bëhet në krye me Agim Ademin. Në momenti që nuk e harroj kur, do me thonë, unë isha në klubin e futbollit Partizanit Beogradit, në bazë dikun 7 muaje nga Prishtina kaloj në Partizan Beogradit edhe Fadil Vukri, ku ishëm bashkëlojtar në Beograd. Futbolli ka një jetë shumë vështirë, do me thonë një larg shumë, gjithmonë larg familjes, kështu që ju luta Fadilit, kishëm në ndeshje me Slobodën e Tuzlës në Bosnë e Hercegovinë. I thash Fadil, mbas loje jem mërzit, po ecëm mbas loje për Kosovë, po shkojmë të familje. Tha ista që fitojnë asot, tha po shkojmë. Fal Fadil Vukrit, fitojmë 3-0, 2 golla i boni Fadil Vukri, edhe po tam gëzimin më të madh që kom pas atëherë në Shajri në atë kohë, e kom pas kur fitojmë 3-0, po ashtu edhe Fadili i boni 2 golla shumë bukur, kështu që onesëm e herë mbas loje, erdhëm dikon kemi 3-4 orë me familjet tona në Kosovë dhe të kthehemi përsëri për me vazhdu përgatitje për ndeshje tjera.